Kryetari i trupit gjykues në rastin Thachit dhe të tjerët, Charles Smith, e ka refuzuar kërkesën e mbrojtjes së Hashim Thachit për ta shtuar si dëshmitar edhe ish shefin e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, Bislim Zyrapi, qoftë fizikisht e qoftë me shkrim, raporton Klan Kosova. Sidoqoftë, Smith ka vendosur që 5 deklaratat e mëparshme të Zyrapit të dhëna në rastet e gjykuara në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për krime lufte në ish Jugosllavi më 23 prill 2007, 26 gusht 2011, 1 qershor 2015 dhe 22-25 nëntor 2005 të pranohen në kuadër të provave. Kjo është vendosur vetëm për qëllime krahasimi të dëshmive në fjalë me dëshminë e Zyrapit në dhomët e specializuara në korrik të vitit 2024, nëse ai është kredibil apo është ndikuar nga Thaçi. Vendimi është në linjë me pëlqimin e prokurorisë specializuar. Postimet e flamurit kombëtar me kryqe apo simbole të tjera për mbi dhe me shënime të papërshtatshme në rrjetin social Facebook i kanë kushtuar një dënim me 2 vite burg një 33 vjeçari nga Kosova. Dënimi ndaj të pandeurit Alban Bibaj është dhënë pak ditë më parë në gjykatën e Tiranës në përfundim të një gjykimi të zhvilluar në mungesë të tij. Bibaj është shpallur fajtor për veprën penale të thirrjes për urrejtje nacionale. Sipas vendimit të gjykatës, 33 vjeçari ka tërhequr vëmendjen e drejtorisë së antiterrorit në policinë e shtetit për disa postimeve në llogarinë me emrin Ubejdullah Subela në Facebook pas tërmetit të nëntorit 2019. Në një nga postimet ai thoshte ndër të tjera se Hoxhallarët dhe xhamatlit që festojnë ditën e flamurit të fesë së demokracisë nuk kanë lidhje me tauhidinin, njësimi i Allahut. Sipas gjykatës, ai ka vjuar me postime të tjera me thënie të shkëputura nga hadithe fetare. Postimet janë shoqëruar me foto të flamurit kombëtar shqiptar në të cilën kishte mbishkrime kufër shirk që nuk kupton mohues të Zotit dhe një kryq mbi flamur. Për llogaritë e hetimit, Prokuroria e Tiranës ka bashkëpunuar me autoritetet e Kosovës të drejtësisë. I byetur në provërinë e PE-s në praninë e avokatit për hetimin ndaj tij në Shqipëri, Alban Bibaj ka deklaruar se ka 15 vjet që praktikon fenë islame dhe asnjëherë nuk e ka mësuar nga ndonjë predikues i fesë dhe as nuk e ka lexuar në libra fetar se duhet ta urrejë ndo kënd apo të bëjë thirrje për urrejtje nacionale. Por sipas vlerësimit të gjyqtarit Edvan Veçani, postimet e të pandeurit përmbajnë elemente të qartë që cënojnë rendin dhe paqen publike përmes nxitjes së përçarjes mbi baza kombëtare e fetare. Nëpërmjet përdorimit të gjuhës fyese ndaj simboleve kombëtare si flamuri shqiptar dhe deklarimeve se nacionalizmi është kufër apo se flamurit janë shpikje të zionistëve, ai ka shprehur shëndrime që synojnë përbuzjen e vlerave kombëtare dhe krijimin e antagonizmit nëpërmjet identitetit fetar dhe atij kombëtar. Përmbajtja e postimeve e shoqëruar me imazh fyes ndaj flamurit përbën një akt publik komunikimi që objektivisht është i aftë të nxjisë ndarje urrejtje apo armiqësi nëpërmjet qytetarëve mbi baza të përkatësisë kombëtare, arsyeton gjykata. Sipas gjykatës, qëllimi i të pandeurit nuk ka qenë vetëm shprehja e një opinioni fetar, por nxitja e përçarjes dhe kundërvënies mes qytetarëve në bazë të identitetit të tyre kombëtar. I pandeuri Bibaj është hetuar edhe gjykata pa masë së sigurisë, ndërsa dënimi me 2 vite burg, sipas gjykatës, duhet të kryhet në një burg të sigurisë së zakonshme.